përshëndes zonja dhe zotrin, juftoj të në ndiqni, juftoj realisht të në ndiqni, sepse do të flasim për rinin, edhe të gjithë duhet i bëjmë veshët syt 4, po jo vetëm. Arsimi, punësimi, kostoja jetesës, kushtet në konvikte, koha e lirë, hapësirat publike, bibliotekat e munguara, kultura, sporti, emigracioni, shpresa e humbur. Fakt është që çdo vit akademik ne kemi qindra mira të rinj më pak në auditoret e universiteteve, natyrisht kjo nuk reflektohet vetëm në arsimin e lartë. Para disa ditësh është zhvilluar edhe një tryez diskutimi me të rinjt e lëvizjes rinore të Partisë së Lirisë. Ne kemi ftuar në studio Anisa Ibraj, kryetaren e Forumit Rinor të Partisë së Lirisë. Ibraj, mirë se vini. Shumë faleminderit për ftesën. Ju diskutuat aty për arsimin, punësimin, emigracionin, për fshirjen në vendimarrjen e të rinjve, rëndësia e të qenurit aktiv në komunitet. Edhe në fund ju shoh optimist kur thoni që rinia ka energji, një det, por edhe forcën për të ndërtuar një shoqëri më të drejtë dhe me shpresë. Nga ju vjen gjithë ky optimizëm, nga buron? Tryeza jonë për rinin u zhvillua me të rinjtë të lëvizjes rinore për integrim, së bashku me ndihmën e deputetëve, pedagogëve, dhe e gjitha kjo për shkak të problematikave të shumta që rinia ka sot. Por ne i dim shumë mirë problematikat, i jetojmë çdo ditë, unë e para duke qenë se jam studente, po dhe të rinjtë e tjerë, duke nisur që nga shkollat nënvjeçare, gjimnazet, universitetet. Dhe për gjitha këto problematika financiare, çiftet e reja, gjimnazi, shkolla profesionale, universiteti, ne kemi hartuar një program të 5 prioriteteve për 4 milion shqiptar plus, ku një nga prioritetet është rinia, çiftet e reja, punësimi, startupet, bizneset. Dhe patjetër që jam shumë optimiste për këtë program, sepse jam besim plot që të gjitha këto pika të hartuara me shumë përkushtim mund të sjellin zgjidhje reale për Shqipërinë dhe për shpopullimin që tashmë ne na janë larguar me mira të rinj për të kërkuar mundësi punë, arsim në një vend apo shtet tjetër të botës, dhe shumë mirë këto pikat që ne kemi hartuar me grupet e interesit, me deputetët, me pedagog, me të rinj nga e gjithë Shqipëria, patjetër që jam shumë besim plot që këto pika janë kyçe për të ardhmen e Shqipërisë. Po, zbatueshmëria e programit, sa optimist jeni? Programi ka në thelb politika rinore, mbështetje për çiftet e reja sipas modelit hungarez, pra për pjesën e shtëpive, sepse një çift i ri në fakt sot e ka të pamundur të blejë një shtëpi, duhen 40 vite kusur për të blerë një apartament në Tiranë. Pastaj janë pjesa e infrastrukturës në universitete, laborator, internshipet që mungojnë, pra ne nuk kemi praktika, unë si arkitekte e së ardhmes urbaniste, nuk e kam mundësinë që të bëj një internship në bashki, ose që të kem informacion më shumë rreth punës time, pra pa e marr pak personale. Gjithashtu studentët e drejtësisë nuk kanë mundësi për internshipe e tjera mera, pra ne gjitha këto i diskutuam në tryez. Programi është shumë i lehtë për të zbatuar, thjesht mungon vullneti i qeverisë të sotshme, sepse këto pika ne kemi paraqitur dhe në parlament përmes deputetëve tanë. Dhe besoj, unë këtu kam marrë një pamje nga Universiteti i Mjekësisë. Kryeministri pretendon që në Bashkimin Evropian mund të hyhet me këto lloj kushtesh në universitete, dhe mbi gjitha këto janë konviktet tani? Jo, është universiteti. Është Universiteti i Mjekësisë. Është në gjendje skandaloze. Pra në këto ambiente po thoni zhvillohet mësimi i studentët e mjekësisë, ku atyre ju bëdhe një padrejtësi e madhe që ata u çuan protesta sepse donin t'i marrin diplomën, po ata e shikojnë që në filles, që në gjenezë, pra që në universitet ata nuk kanë kushtet. Pati një vendim të gjykatës kushtetuese për këtë çështje, vendim sa po zbatohet. Mendo pastaj për kushtet në spitale, ku ata do nisin punën nesër pas nesër, dhe patjetër që ata kërkojnë mundësi më të mira sepse po shpenzojnë shumë vite të jetës tyre, me shumë sakrifica, me shumë
me shumë lodhje dhe në fund të shkojnë në spitale që nuk kanë kushte, nuk ish përfil njeri, e tjera me radhë. Dhe ky program është shumë i lehtë për të zbatuar, sepse po ta marrim për shembull me incineratorin e Tiranës ose incineratorin e Fierit, ato nuk ekzistojnë, miliona euro, ku shkojnë këto miliona euro? Shumë mirë mund të investohen tek rinia. Pastaj makabra me ministrën e infrastrukturës, ish ministrën e infrastrukturës, Belinda Balluku, e cila ka vjedhur miliona euro, këto shumë mirë mund të ishin investuar tek rinia. Ajo akuzohet nga SPAK, pra me akuzat publike po flas, për 300 apartamente, ku një njeri sot nuk e ka mundësinë të marrë një apartament me qira, lëre më ta blej një apartament në Tiranë. Edhe po mos vidhet, lekët janë, por nuk janë asnjëherë për shqiptarët, asnjëherë për rinin, asnjëherë për punësimin, asnjëherë për shërbimet publike. Ibraj, rreth 60% e të rinjve nga mosha 18-30 vjeç duan të largohen nga Shqipëria, përpos eksodit që ka ndodhur tashmë. Çfarë ofron forumi juaj rinor në Partinë e Lirisë, përveç kartës antarësisë, pra cila është garancia e shtuar për t'u afruar tek forumi juaj se zëri i tyre do të dëgjohet edhe do të përcillet? Besoj, unë jam fakti gjallë, unë dhe shumë të rinj tjerë që rinia dëgjohet. Unë kam nisur angazhimin tim 16 vjeç dhe sot jam antar i Këshillit Bashkinë e Durrësit. Unë jam zgjedhur në moshën 19 vjeç. Jam më e reja pra në Këshillin Bashkiak të Durrësit dhe unë përfaqësoj të rinjtë e Durrësit. Përveç kësaj, unë tani kam marrë edhe mundësinë që të jem drejtuese e forumit të Lëvizjes Rinore për Integrim, ku fokusi ynë është të përcjellim zërin e të rinjve. Ne e kemi dëshmuar dhe në vendimarrje, kemi pasur deputetët më të rinj parlament, kemi pasur më të rinjt e forumit në drejtim të partisë pra antar kryesie, sekretar për marrëdhënie me publikun, kemi Arla Merja, është këshilltare në Bashkinë e Lushnjës Katerina Bano, deputete Kedi Mehmeta, është zgjedhur në moshë shumë të re, pra të gjitha këto janë faktet mjaftueshme që zëri i rinis dëgjohet dhe Partia e Rinisë, pra Partia e Lirisë, Partia e Rinisë është dhe motoja jonë, presidenti Meta, gjithmonë e ka pasur prioritet të rinj, gjithmonë i ka mbështetur të rinjt, ashtu siç ka bërë me mua dhe me të rinj shumë herë më herët. Prandaj në programin ton, pra për këto ne kemi nisur që me gjimnazet, ku ne në fokus kemi këshillimin e karrierës, pra gjimnazistët nuk e kanë orientimin e nevojshëm, nuk kanë psikologët, nuk kanë sigurin dhe këto janë bazë pra në programin ton. Gjithashtu për shkolla profesionale të rritet koeficienti, të lidhet pra shkolla profesionale me biznese që ka nevojë për këta të rinj Nuk ekzistojnë të gjitha këto që kërkoni? Patjetër që jo. Nuk janë. Ato mund të ekzistojnë në letër, mund të jenë, po nuk janë praktik. Pra, koeficienti i një shkolle profesionale nuk është. Pra, është shumë i ullët dhe kanë të vështirë të konkurojnë dhe për universitet në SEM. Pastaj për universitetet, gjithashtu lidhjen internshipet, pra unë jam arkitekte internship në bashki, në ato institucionet përkatëse, pra për i marrë kështu pak me konkrete. Pastaj për çiftet e reja, të thash kemi modelin hungarez, mbështetjen e nënave të reja, pagat, ato sigurime shoqërore, pastaj kemi dhe për startupet të mbështeten të rinj që kanë dëshirë vullnetin, të nisin një startup, të marrin një kredi e tjera me radhë. Pra, ne kemi për çdo lloj individi që jeton në Shqipëri, për çdo grup interesi, kemi programin ton të 5 prioriteteve. Pastaj ta zgjeroj dhe pak më shumë dhe për pjesën e pensionistëve, dhe për bujqësinë blegtorinë, për eksportin, Shqipëria nuk prodhon më, merr vetëm nga jashtë. Dhe ky është faktor shumë i rëndësishëm për... Ibraj, unë jam shumë kurioze në fakt, se vetë edhe në rinim timet hershme nuk jam afruar asnjëherë te asnjë forcë politike dhe besoj që sot na ndjekin nga ekrani prindër, po natyrisht edhe të rinj që dhe ata asnjëherë nuk janë afruar te asnjë subjekt politik. Dhe unë dua të di, vetë partitë politike sa seriozisht i marrin të rinjt, idet për cilat diskutohen, janë realisht idet e të rinjve apo merren të gatshme nga më të mëdhenjt
Dhe sa përqind qofte dhe buxhetit të një partie politike shkon tek të rinjt për aktivitete nga më të ndryshme, qofte dhe libra, kulturë, aktivitete sportive e tjerë. Pra, vetë forumet partijake, çfarë i ofrojnë të rinjve? Përpos këtyre tryezave që natyrisht edhe ato janë shumë të rëndësishme. Tryezat janë në ndihmës të programit tonë që ta shpalosim, ta lançojmë dhe të jetë sa më afër të rinjve shqiptar. Forumi Lëvizja Rinore për Integrim, pra unë ta thash e kam nisur angazhimin në moshën 16 vjeç, ndoshta pak e re, por pas një lloj ndikimi, pra unë me bindjet e mia zgjodha Partinë e Lirisë, sepse Partia e Lirisë gjithmonë është njohur për mbështetjen, mundësinë që ka dhënë të rinjve. Programi ynë për rinin, patjetër që është hartuar me kontributin tonë, me kontributin e të gjithë të rinjve, të gjithë grupë moshave, të gjithë grupeve të interesit, patjetër dhe me ndihmën e pedagogëve, ekonomistëve, profesorëve të nderuar, deputetëve, pra ka një kontribut shumë të madh ky programi ynë. Përveç tryezave që bëjmë ne pra për programet, ne bëjmë dhe trajnime politike. Kemi shkollën verore që e bënim në Jalë, pra që kemi nxjerr lider të rinj, ku aty bëhet një 5 ditë shumë i mirë me trajnime, si advokohet, si çohen projekt ligjet, pra ne marrim informacion nga i gjithë historia politike, që nga historia, kultura, si ka funksionuar, si është, pra në thelb është si një shkollë. Anisa, sa herë në javë, në muaj takoheni ju me njëri tjetrin? Unë takimet i kam të përditshme me të rinjt. Ata janë bërë tashmë familje, pjesë e imja shumë e rëndësishme e jetës. Dhe edhe nëse s'do doja unë, pra është thirrja e brendshme që ne duhet të rrimë njëri tjetrin, të shpalosim idet, të organizojmë sa më shumë aktivitete, të afrojmë sa më shumë të rinj, dhe ideja është shumë mirë, ne mund të afrojmë të rinj, po çfarë do ju ofrojmë? Dhe ne ju ofrojmë një program cilësisht shumë të mirë, që patjetër ka pika konkrete që për të ardhmen në Shqipërisë. Dhe siç po thoja, dhe për pjesën e vendimarrjes, pjesën e përfaqësimit, Partia e Lirisë gjithmonë ja ka dhënë këtë mundësi të rinjve, ma ka dhënë mua, ja ka dhënë shumë të rinjve të tjerë. Dhe doja japim shumë të rinjve të tjerë patjetër. Me gjithë mbështetjen e presidentit Meta, sepse ai njihet tashmë që është mbështetësi më i madh i rinisë shqiptare dhe ai ja ka dhënë pari mundësinë të rinjve. Po, a ndjehet kjo mbështetja e presidentit tuaj Meta tani në distancë? Ai mund të jetë në distancë fizike, po ne komunikojmë me të, me letra, me telefon. Ai është vazhdimisht i interesuar çfarë po bën rinia dhe na motivon dhe nga atje ku është, na motivon të gjithëve që të punojmë, sepse Shqipëria u përket të rinjve, duhet u përkas të rinjve, dhe unë jam shumë mirënjohëse për të gjithë mbështetjen që ai u ka dhënë të rinjve, dhe jam shumë mirënjohëse edhe për veten time që unë kam mundësi të përfaqësoj grupet e interesit, përfaqësoj veten time, të përfaqësoj të rinj, që nesër pas nesër ta kem edhe unë mundësinë të jetoj në vendin tim, të krijoj një familje, të mund të blej një apartament dhe të kem një punë të mirë. Anisa, përveç trajnimeve politike, ju thatë keni edhe aktivitete të tjera me rinin që janë pjesë integrale e forumit rinor të Partisë Lirisë. Por